e të mërshme, Puthjet, plasti, sheqer. Po të merë tani, nuk e kuptoni që ato lloj skenash do ngelen gjithë jetën, po si më shkojnë e katandisen ashtu. Është e të mërshme, nuk e di. Këtë thash edhe unë, po duke diskutuar me dikë, më tha që po shiko se edhe Romeo ka puthur Olsin në buzë në programin e tij. Që e ka bërë për... Po. Në sytë e Iglit. Në sytë e Iglit, madje, dhe thot që artistat këtë punë kanë. Po e bëri një herë, po pse e bën 2 herë më lart? Po që këti me pas e ka pëlqyer? Pa edhe mundet. Moj, jo mami Laert. Jo, shiko, të flasim pak edhe për këtë. Hajde ta mbyllim me këtë. Të flasim pak edhe për këtë. Sjellja e Laertit nuk më pëlqeu as pak. Sjellja e Laertit nuk më pëlqeu as pak, sepse që në momentin e hyrjes nënës së tij, ai ishte duke i vënë dorën në gojë, duke i folur greqisht që mos fol më, pusho mos fol më. Ajo ja ktheu disa herë që nuk mund të ma mbyllësh ti gojën, unë do flas. Foli pak sa shumë, e teproi pak, por edhe sjellja e Laertit nuk më pëlqeu. Ai shkreti, për shkak të nënës së tij ka ngelur dhe pa grua. Edhe tha sa të më eliminoj dhe nga Big Brother, i më mirë të mos flasi fare kjo. Gjëna, por prapë se prapë, sidomos në 8 mars, nuk reagohet ashtu. E dyta, Laerti dhe Valbona, duke qenë se tashmë janë një person i vetëm, apo han bukën kot aty me motor? Po Laerti po puthet. Te Klajdi, po ishte i lezet. Laerti po puthet. Laerti po puthet. Laerti nuk jetë me femra, me Valbonën, me Olën, me kështu, kaloj të me shkoj të gjesti të Aldo. Po përvonë e gjithë dikë, një partner, pak rëndësika, po përpishet gjithë dikë ta marrë me vete pas daljes. Por, realisht nuk më pëlqeu sjellja e tij, ja ku e kemi edhe puthjen mes Gjestit dhe Laertit. Por, realisht nuk më pëlqeu sjellja e tij ndaj nënës. Dhe ti me sinqert, Laerti është goxha profesionist në fushën e tij. Por nuk më pëlqeu interpretimi që bëri.